Zjarri në landfillin e Bushatit ka krijuar një situatë të rëndë në të gjithë zonën e dy bashkive, Shkodër dhe Vaudejës. Rrjetë e mëdha të tymit bashkë me aromën kundërmuese përhapen me shpejtësi në territor. Fshatrat që ndodhen në perimetrin e landfillit, Shkjez, Ranxha dhe Plezhë, kanë qenë tërësisht të izoluar nga tymi që u përhap me shpejtësi. Banorët shprehen se ky është një kërcënim jo vetëm për shëndetin e tyre, por gjithashtu i jep një goditje të madhe bujqësisë, pasi ndikon në tharjen e bimëve. Edhe për shtetin bëhet, normal, se tonë mikrob është. Të me në gjenaja vedin, me kënë me jetu i to. Si jeton, po me vazhdu i shto, i kam thonë e burrit tem, no vazhdofsh i shto, unë do t'iku të vajzën në Itali. Dhe në këtë danë s'kene që me po mo. E hanë perimja, e hanë tana, e në njërshtë, edhe na s'moni e kena pritënë. A hera po që digjen këtë? Hera po është i djegët. A kanë djegë edhe herë, po a kanë fikë, nuk e kanë lanë këtë gjendje. Po kuptojnë? Nuk e kanë lanë këtë gjendje. Sa i rrallë u bon katastrofë këtë vend. Shpijat tona s'janë dukon. Vëshita janë ato i këtëm. Në dhane pa bjenë shi, po he. Se fali zoti. Komplet notit toksike. Të s'na bëhet gja si sa më bëshak. Të ka kry punë këtë vend. Në që se nuk menagjohet mirë landfilli, këto kena kry punë. Të çdo lloj bimet nuk bëhet. Çdo lloj perimet, se kam një serë të vogël, vetëm serë në plasmas mund bëjnë, asnjë lloj bime tjetër nuk bëjnë. Situata është menagju shpejt, por këtë rallë të bën noti e madhe. Që se vazhdon kështu, ky vend ka marru punë. Këto i herë nuk kanë hap as pëgjera, as dyrë, nuk kena mujt me dalë jashtë. Për notis. Që se vazhdojnë kështu, ne detyruam me lanë bujqësinë. Unë e kam vajzën në Itali, unë dhe t'iku këtë. Banorët kërkojnë një menaxhim më efikas të landfillit të mbetjeve, pasi her pas here, tymi nga vatrat e zjarrit brenda këtij objekti bëhet një shqetësim serioz për shëndetin e tyre.